Pas 4 ditësh është bërë mundur shuarja e plotë e vatrës së zjarrit në landfillin e Bushatit, duke rikthyer situatën në normalitet dhe duke eliminuar rrezikun për përhapje të mëtejshme. Në operacionin 4 ditor u angazhuan strukturat vendore, shërbimi zjarfikës dhe stafe teknike të landfillit, të cilët punuan në mënyrë të koordinuar për izolimin e zonës dhe neutralizimin e flakëve. Prej 4 ditësh vazhdojmë punën në landfillin e Bushatit për shuarjen e zjarrit, i cili ndodhi në datën 19 prill të vitit 2026. Është bërë një punë e madhe gjatë 24 orëve dhe sot arritëm të mbyllim të gjithë problematikën e zjarrit në landfillin e Bushatit. Kemi kryer një bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e VAUD-DS dhe me disa subjekte private që na përgjigjen për ndihmë për të punuar në mbylljen sa më shpejt të problematikës. Zjarri ndodhi në një ditë me kushte atmosferike jo normale, pasi ka qenë një erë shumë e fortë dhe ndonse u zbatua protokolli i rasteve kur ndodhin zjarret. Shfrytëzojmë rastin të kërkojmë ndjes gjithë banorëve të zonës që janë prekur nga ndryshimet të situatës të ajrit në këtë moment. Falenderojmë të gjithë forcat e zjarfikses, VAUD-DS, Shkodër, Lezhë, Kams dhe Tiranë, që kanë bërë të pamujtën për me bashkëshurjen e zjarrit. Falenderojmë edhe forcat e policisë që na kanë ardhur në ndihmë këto 4 ditë non-stop, edhe çdo kompani private që është ofruar për shërbim punëtorësh, kamiona dhe ekskavator. Ndjejmë keqardhje për çdo banor të bashkisë VAUD-DS, ashtu siç ne kanë nda pasojat e kësaj fatkeqësie. Kemi bërë pamujtën për të bashkëshurjen e zjarrit në një kohë sa më të shpejtë, që pasojat jenë sa më të vogla. Drejtori i Kompanisë së Mirëmbajtjes në landfill thotë se pamjet janë depozituar në organet kompetente dhe po vijojnë hetimet, ndonse duket se zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm. Që në momentin e parë të rënies së zjarrit kemi vënë në kontakt me institucionet shtetërore, kemi vënë në dispozicion gjithë dokumentacionin përkatës së shoqërisë dhe pamjet filmike të landfillit. Deri aktualisht nuk kemi kuptuar që të ketë zjarrvendje të qëllimshme. Jemi në kontakt me institucionet e drejtësisë për gjithë situatën dhe jemi në dispozicion të tyre për të sqaruar gjithë problematikën e kësaj situate. Autoritetet bëjnë me dije se situata do të vijojë të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme për të shmangur çdo riaktivizim të mundshëm të vatrës së zjarrit, që u kthye në një shqetësim serioz për shkak të tymit dhe aromës kundërmuese në të gjithë fshatrat përreth të bashkisë VAUD-DS dhe Shkodër.